Ndani të njëjtin mendim apo? Patjetër, pak a shumë edhe kjo që sapo fol nga Hatri bie në atë pikën që po thoja, pra futesh në vallë dhe nuk del dot. Sepse impaktit ose efektet që mund të ketë kjo. Futesh në valle pa e ditur që po të fusi në valle apo ti je i mirë se te cila valle po futesh dhe madje edhe ke ndikuar që të futesh te kjo valle. Thash, kjo është në përgjithësi karakteristike vendimarrjes politike në Shqipëri. Pra Shqipëria ka një stil drejtimi politik barektar rresk, pothuajse, ku njëshi vendos për gjithçka dhe mund ta vërtisim si të dojmë, por kjo ka qenë e vërteta në pothuajse çdo administratë në Shqipëri, nuk ka ndryshuar ndonjëherë, do të thoja madje që në periudhën e komunizmit dhe deri në ditët e sotme që ne flasim. Dhe si rrjedhoi e kësaj, ajo që pa ripërmendur gjithçka që u tha këtu, sepse absolutisht i qëndroi mendimin tuaj zoti Peka që kjo po bëhet për mbijetesë politike të qeverisë aktuale në një farë mënyrë dhe duke njohur edhe natyrën transaksionale që ka zoti Trump, pra bëre diçka për mua, unë patjetër do bëj diçka për ty dhe mund të zbut impaktin që ka administrata amerikane karshi SPAC-ut, e cili është ndoshta kërcënimi më i madh mendoj unë që po i vjen tani politikës në përgjithësi në Shqipëri të gjitha krahave, për shkak se ata që kanë pasur mundësi që të abuzojnë me ligjin kanë qenë ata që kanë pasur pushtet ose kanë pushtet. Nuk jam unë, ju apo ata që s'kan pasur lidhje. Kështu që normalisht ai është kërcënimi i madh. Dhe shkëputja gjithmonë më e madhe, le të themi, i SPAC-ut nga tentakula të mundshme të qeverisë shqiptare, duke lidhur atë gjithmonë edhe më ngushtë me institucionet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, e bën atë pothuajse hermetik të paprekshëm nga institucionet shqiptare. Po përpiqet ai gjithashtu të miksoj marrëdhënien mes administratës Trump dhe opozitës shqiptare? Cila? Rama. Po përpiqet në një farë forme të bëjë këtë? Kjo do ishte të kundërtën, do thoya, pra nuk ka ndonjë interes që të armiqësohet me administratën. Jo, Rama, po përpiqet të ndrejqi marrëdhënien e vet, pra të qeverisë dhe të tijën me administratën Trump dhe të armiqësoj opozitën me këtë administratë? Më shumë se sa opozimi, unë mendoj se shqetësimi primar është vetja. Pra domethënë është ai që është vend pushtet dhe kërcënimi që mund të vijë qeverisë të tij, rrëzimit nga qeveria për shkak të vijshmërisë të skandaleve dhe goditjeve të mëtejshme që mund të bëjë SPAC. Dhe rolit opozitës, protestave të saj etj. Me radhë. Jo më kohë do thoya që kjo vjen edhe në linjën e disa propozimeve që po bën qeveria për ndryshime kushtetuese të mundshme. Ndryshimi kushtetues, vendosja e institucioneve të tjera paralele, qoftë ta zbresim 100 deputet apo të hapim një senat, do të thotë që ndryshon edhe marrëdhënia institucionale me institucionet e tjera, pra të qeverisë me institucionet e tjera të pavarur siç mund të jetë SPAC-u, pra format e mekanizmave të kontrollit dhe të balancës pushtetit do të ndryshonin gjithashtu edhe një sër legjislacionesh tjera me të cilat ke mundësi që të ndërhysh, pra shërben si një kal troje në një farë mënyrë për të ndërhyrë ligjërisht në mekanizmat e pavarura që ka tashmë SPAC-u. Por nga ana tjetër, pra e dyta është që sigurisht të hedhurit me kokë në të gjithë këtë, pra të mos qenit i matur dhe prudencë një shtet, duke bërë analizë të thellë mbi impaktin që mund të ketë kjo, tregon për dritë shkurtësinë e diplomacisë tonë. Dhe mendoj ky është edhe një element shumë i rëndësishëm që për çdo analizë politike ja vlen të mendohet. Dhe arsyeja kryesore për këtë është mendoj sepse politika buron nga një individ. Pra duket sikur aparatet institucionale, të cilët duhet të jenë në gjendje të përpunojnë politikën e jashtme dhe të maten siç duhet, pra të kuptohet ku do të jetë Shqipëria në disa vite nga tani. A është e nevojshme që neve të shkelim një drast të kalbur në kushtet kur edhe vendet europiane janë duke vënë në pikpyetje aleancat e përhershme që kanë patur me Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe sapo u përmend, qoftë në daljen kundër me njohjen e Palestinës, pra dhe mbështetjen qeverisë palestineze në Gazë, po themi në këtë rast, apo qoftë së fundmi me Danimarkën. Në kushtet e kësaj shpërbërje dhe një realizimi që ka Europa se Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet ta shohin si një kompetitor dhe ndoshta duhet të kenë mundësinë që të shikojnë edhe aleatë të tjerë global. A jemi ne ata që duhet të dalim të parët kur neve jemi, si thosh, i fundit i kavallit për sa i përket rëndësisë gjeopolitike, qoftë në këtë plan që u propozua, por qoftë edhe në Europën në cilën neve po përpiqemi të aderojmë. Pra, e gjithë kjo kakofoni duket sikur bëhet për të merret një farë certifikimi në sytë e ndërkombëtarëve që të përdoret për të rritur kapitalin e brendshëm politik që qartazi funksionon me popullin shqiptar, në të kundërtën nuk do të përdorej historikisht. Pra që ta thjeshtëzojmë çik dhe ta bëjmë edhe më të kuptueshëm për publikun. Ju po thoni që kryeministri po përpiqet përmes bordit paqes dhe marrëdhënies që
ka krijuar përmes prap bordit paqes në një farë forme të shpëtoj vetveten nga institucionet e drejtësisë këtu, të cilat po funksionojnë, po punojnë të pavarura, të mbështetur nga administrata e Trump dhe të cilat po i afrohen dal nga dal atij. Unë mendoj që është një tentativë për të krijuar përshtypjen e kësaj gjëje. Nëse do të kishte një reflektim më të thellë, në fakt unë mendoj që do të arrijë në realizimin që kjo ka një potencial të madh të jetë një drasë e kalbur, pra të jetë një tjetër fluks kësa puni. Po për shkak sepse po i gjeti itenerarin diplomatik i kryeministrit Drama që solli në vëmendje zoti Peka. Krijimi i një bordi efektiv të paqes do të thotë zhbërja e një rendi global dhe një sër institucionesh të tjera globale të cilat janë të bazuara në radh parë në ligje ndërkombëtare, dhe kjo nuk është, të cilat kanë vite të tëra që bëjnë këtë punë që tenton të bëjë ky bordi paqes, pra duplifikim. Bordi nuk u krijua nga ai, u krijua nga Trumpi. Po në momentin funksionon ligjërisht ose jo, kjo nuk duhet të interesoj shumë atij. Po, është e rëndësishme që të aderoj. Është e rëndësishme që të dish edhe ku qëndron në marrëdhënien ndërkombëtare. Pra ose do të jesh, le të themi, pjesë e një rendi global të bazuar në këto institucione me të cilat ka, si thua, një farë konsensusi në vendimarrje, ose do të jesh pjesë e politikës së momentit dhe do të shkosh ande nga frynera dhe rrjedhimisht të mos merresh seriozisht në të ardhmen. Dhe nga kush? Mendoj që rasti i bordit paqes është jo nga kush nuk do merrej seriozisht në të ardhmen më pas. Mendoj nga të gjitha aleatët, jo se merresh më shumë seriozisht kur ke probleme me korrupsionin, me ineficiencën institucionale dhe këto gjëra të tilla, por bësh një aleat akoma më pak i besueshëm kur të paktën në ndërveprimin ndërmjet shteteve nuk e bazon mbi ligjin ndërkombëtar dhe këto institucione në të cilat i aderon, por e bën në bazë të politikës momentit dhe sakrifikon, le themi, aleatët, sakrifikon parimet që të kanë përbashkuar me këto shtetet e tjera. Për çfarë? Vetëm për të aderuar këtu? Po, le të themi, për famën e momentit. Pra fama e momentit apo interesi ndërsjellët mes palëve për palestinezët për shembull? Po, përsëri i kthemi pyetjes a është interesi i ndërsjellët. Unë nuk mendoj që është një interes për palestinezën nëse ata nuk kanë pronësi në këtë gjë. Është testuar dhe ritestuar kjo skem kur tentojnë